Jo, unë jam zëdhën si opinionit publik. Në momentin kur, a i nuk ragon do, se s'ragon do se distancaj, ragoj unë që të them stop të tri. Pra ndaja populli vjen përmjet me e këtu. Dhe jo, nuk jam dy organe që nuk përputeshe. Ti e zëri që në luft me keni organizuar të Partisë Demokratike në Durrës. E ke këtë jam populli, e denoncove avokatin, përfajsusin e gripit të armatosur kriminal në Partitë Demokratike, e denoncove zotë. Vëzhe, mu më duket sikur jena në psikiatri. A jena në emision në psikiatri. Denoncohe pra. Ore, jemi në psikiatri në emision, unë se marrë veshë. Bëj denoncime. Po qëtësoj jepja ilaqët ti të pak të në. Bëj denoncime, zotri. Shive. Jo, mos të pare, leja burë tani, për s'kale se shparë më thotë mu, për interpret tani më futet mu. Gjo, falinderit. Se i dojgje, sa fola për krimin organizum, Durrës i dojgje. Ore, zëri popullit të shkjo. Jo, mleta mbarojme. O, zëri popullit. Ore, mleta mbarojme. Që ka në ndryshime humore, i filloj duke qeshtë. Me zërë dhe popullit të tri. Ishte përzit, filloj duke qeshtë. Nuk e qitë. Kalaja, o themi gjë. Përshive, Shërbimi më të madh që po të bënë ty, zëri Mese, se mendoj që do të kesh shumë. Që po t'jep ty, po t'jep audiencë, tani thue mesazh. Po qa mesazhi? Bëjë një apeli, po tani, ore të dërysh politikë apo jo? Po jo më unë po të dërysh, pa i s'po me maru një fjallë. Mos nga dera vogël politikë, nga dera madhe. Po unë dere madhe jam. A ty shif. E ka zënë gati dere madhe. Të lutem, jepi. Në rast se Spaku do ta kishte seriozisht, këtë njeriu që mori 21.000 vota, normalisht do ta shikonte me shumë vëmendje. Unë mendoj tani, mendimi im është që këta deputet, këta njerëz që kanë marrë 21.000 vota, pa kontribut publik, s'po them Erion Braçe, se ai është tjetër. Jo. Them njerëz caktum, nuk do ta gëzojnë mandatin e deputetit dhe nuk do jenë në parlamentin e ardhshëm. Tani, ku e çortoi unë Spakun në këtë moment? Pra Spaku priti që Edi Rama të marrë X mandate dhe pastaj ti bëj makiazhin e Edi Ramës, t'ia heq to kandidatët që kanë marrë nga 21.000 vota, ta pastroj dhe në parlament futen ca njerëz tjerë. Siç ka ndodhur në 2021. Ky është momenti. Në këtë emision që je besues, je mbështetës si Spaku, ke bërë 3 emisione, tani doli që Spaku bën makiazhin e Ramës. është akun shumë rëndë. Ta them unë tani, do të them një lajm tjetër. Por kjo është edhe edhe ke evoluar domethënë, ke ndryshuar mendim. Jo më, unë jam, shiko, drejtësi hyjnore po vetëm Zoti, unë jam besimtar. Po pra hyjnore. Këta te Spaku janë ca njerëz që janë të aftë dhe ca që janë pa aftë. Ky është mendimi im. Unë i bëj hosana Spakut kur ka vendosur shumë mirë dhe jam shumë kritik kur Spaku vendos keq, sepse si shtonda amerikanë ishte i Spaku, i bën makiazh Ramës. E ke marrë të Spakun, me ta thë me të pafë, me një komunikat. Dhe dy fjali dhe pra, nëse Spaku do ta kishte seriozisht çështjen e krimit zgjedhor, do të jepte një përgjigje dosjes 184 dhe 339 dhe do të vepronte në kohë reale për votat e Durrësit, me që ka qenë një strukturë e alokuar në Durrës dhe e kanë thënë vetë ata që në Durrës do kemi vëmendjen.